Përshëndetje miqtë mi, jam shumë e lumtur të shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim, por ju shihni për herë parë këtu, unë jam Miguel Aneli dhe në këtë video, në fakt do ta bëj në dy pjesë, jo më për ta ndarë, kjo është e gjitha bashkë, sepse e di e nisa që herë në shkuar me një video dhe tashni më duhet të bëj një tjetër, në mënyrë që të mundem vërtet të kalojmë në pjesën e meditimit të thellë, siç ju kam thënë, në mënyrë që të mundemi vërtet prekim psikologjinë tonë, të arrijmë të gjejmë ato pika ku ne kemi shumë nevojë për të punuar me to, për traumat të cilat ndoshta kanë krijuar mënyrën se si ne jetojmë sot, ose mënyrën se si ne shprehemi ndaj të tjerëve, ose ato çfarë ne projektojmë te të tjerët, pa kuptuar që është thjesht trauma jone ajo që funksionon. Dhe kam kaluar një ndër ditët më të mrekullueshme, por edhe më sfiduese. Më duhet ta pranoj që sfidën që kisha me veten të paktën e kam humbur. Unë jam rritur si fëmijë vetëm. Jam rritur duke u përpjekur ti tejkaloj gjërat e mia dhe ndoshta fakti që jam rritur në këtë mënyrë, pra si fëmijë vetëm, jam kufizuar shumë në shumë gjëra, në mënyrën se si e perceptoj të treguarit e emocioneve të mia. Duke qenë se jam rritur duke e menduar që nuk jam as këtu, as atje. Kam dhënë dashuri dhe nuk më është kthyer ashtu siç unë kam pretenduar që mund të më kthej dashuria. Jam kujdesur për mikeshat e mia dhe në fund të ditës ato kanë zgjedhur motrat e tyre, familjarët e tyre dhe kanë ikur. Dhe absolutisht as nuk I vë faj, por thjesht kjo ka ndikuar shumë thellë tek unë. Më vonë kur jam rritur e kam perceptuar si diçka që unë ndoshta nuk do mundem që ta marr kurrë atë gjë që unë dua. Nëse unë jap shumë, unë nuk do të arrij dot ta marr atë dashuri që jap. Dhe në një farë mënyrë jam detyruar që ta bëj veten time në atë mënyrë që të mos I tregoj askujt se sa shumë ata njerëz kanë rëndësi për mua. Dhe mund të duket shumë hipokrite që e them këtë në një video ku do më ndjekin shumë njerëz, ku unë kam vendosur ta bëj këtë rrugësimin tim publik dhe në fakt personit të cilit duhet ja them këto, nuk ja them dot. Sot kam qarë përpara psikologu im, psikiatri im, është I vetmi person që arrin të dalloj tek unë migenën që di t'jap shumë, migenën që di t'jet e çmendur, migenën që di t'jet fun, migenën që di t'jet serioze kur duhet, migenën që vendos kufi dhe migenën që është pas një lloj kufiri. Por pikërisht përpara këtij njeriu sot, edhe pse mund të kisha thënë diçka në lidhje me diçka të caktuar, kur më pyeti, më tha, a ke bërë një retrospektiv në lidhje me gjërat e tuaja? Dhe unë kam thënë, jo. Thash jo, kur edhe pse e di shumë mirë që një pjesë e mirë dhe e njëra më vjen mirë sepse mesazhi që kam dashur të përcjell është marr. Por nga ana tjetër vjen vërtet shumë keq që jam akoma peng I kësaj traumës time, që unë kam frikë t'ju them njerëzve se sa shumë rëndësi kanë ata për mua. Kam frikë t'ua them, sepse më duket sikur kur unë t'i them se sa shumë rëndësi kanë ata për mua, thjesht nuk do t'jetë reciproke. Por mos thënë më shumë, unë mundem ta analizoj veten time dhe kam nevojë që vërtet punoj me këtë hije timen, me këtë traumë timen, sepse kur analizoj veten time di shumë mirë që unë kur isha fëmijë, isha shumë vajzë për të luajtur me djem
dhe isha shumë e rritur për të luajtur me fëmijët dhe isha shumë e vogël për të dalë dhe për të pasur shoqëri me të rriturit. Dhe pavarësisht se jepja shumë nuk e kam gjetur veten asgjë kundi. Pra mungesa e këtij reciprociteti më ka bërë që një pjesë të jashtëzakonshme të gjërave t'i mbaj për vete. Njerëzit mund të mendojnë ndoshta që jam e ftohtë, ose që i kaloj gjërat lehtë. Por unë mendoj se trauma ime është thjesht në faktin që unë nuk di si t'ua them njerëzve ato çfarë unë mendoj, pa i bërë ata që të largohen nga unë. Sepse kam nevojë t'i them gjërat, por më duket se njerëzit i frikson një lloj ndjenje e vërtet që mund t'ua japësh. Dhe të largohen tutje sepse nuk do dinë as ata se si të përballen me një gjë kaq të vërtetë, kaq brutale se mund t'ua japësh njerëzve. Dhe duke qenë e tillë, mendoj se kjo është arsyeja pse unë nuk mundem që t'ua them njerëzve ato çfarë vërtet ndjej. Ndoshta kjo është trauma ime. Ndoshta as unë nuk di ti menaxhoj emocionet e mia. Ndoshta as unë nuk di ti menaxhoj mënyrën se si unë shprehem. Ose unë nuk di si ta menaxhoj ato çfarë unë marr. Sepse ndonjëherë thjesht duhet t'japësh pa pritur asgjë në këmbim. Por se çdo qenie njerëzore në momentin kur ti jep pafundësisht dhe nuk merr asgjë në këmbim, krijon trauma. Krijon mosbesim, krijon frikë. Dhe në momentin kur jep shumë, e ke shumë të vështirë ti besosh një njeriu tjetër ose të vazhdosh të ecësh përpara. Kur e mendon që ndoshta mund të ndodhë prapë e njëjta gjë. Por unë kësaj radhe, pavarësisht se nuk e kisha përfunduar punën time me hijet dhe unë sinqerisht nuk e mbaj mend herën e fundit që mund të kem qarë përpara një personi, unë kam qarë me dënes sot. Dhe nuk e kisha përfunduar akoma punën time me trauma. Dhe si duket, kam ende punë, më duhet që të merrem, që të arrit të kuptoj veten time, edhe mënyrën time se si unë shprehem, edhe mënyrën se si unë i perceptoj gjërat, në mënyrë që tani të mundem të shtroj vetes time një rrugë të re. Një rrugë të re ku të filloj t'i tregoj vetes një narrativ të re ndoshta. Dhe në momentin që unë përballem me një situatë, pak a shumë siç ishte kjo sot, ku më kërkua një përgjigje dhe përgjigjja ishte jo. Jo. Si vallë unë mund të kisha bërë një gjë të tillë. Si vallë mund ta ul hunden time dhe them që kam bërë një gjë të tillë. Jo, trauma ime nuk mund të më linte dhe unë thash jo, nuk e kam bërë. Në fakt, nuk e kisha bërë. Por, ajo çfarë ka rëndësi është që unë do mësoj dhe do mësoj. Dhe do e marr këshillën. Sepse është vërtet këshilla më e vlefshme që mund të kem marrë ndonjëherë në jetën time.
e sidomos kur ta thot një njeri që është vërtet shumë i veçantë. Dhe pikërisht kur njerëz të tillë kaq të veçantë që t'jepen vetëm një herë në jetë, t'japin këshilla, duhet patjetër t'i marrësh dhe të ecësh përpara, sepse është vërtet tregues i eksaktësisht asaj çfarë më kisha nevojë. Nëse jam lutur Zotit, sepse vërtet më ndodhi një mrekulli, ju luta Zotit për një përgjigje, për më saktë doja diçka, ishte si tip kapriçoje. Doja diçka dhe e kërkova dhe pa u bërë 24 orë unë kam marrë eksaktësisht atë çfarë unë kam dashur dhe kjo është një ndër arsyet pse unë besoj në mrekulli. Unë besoj vërtet në mrekulli dhe e di se mrekullit ndodhin dhe e di se besimi i palëkundur në gjërat që ti do është vërtet mënyra e vetme si ti të shohësh që të ndodhin gjërat më përpara syve tu. Dhe njerëzit që kanë besim në Zot i arrin gjithmonë gjërat që duan. Arrin gjithmonë që të ecin përpara, arrin gjithmonë që të shkojnë eksaktësisht në rrugën që shpirti i tyre i thret. Dhe kjo është thjesht pjesa e parë ku unë kisha shumë nevojë të flisja me gjithë ju për t'ju treguar vërtet se ndonse ndonjëherë mund t'tregojmë si shumë të lumtur apo thjesht mund t'ju duket edhe juve sikur migrena e kanë terezi. Del aty se qa lexon ca gjëra, se qa flet ca gjëra në YouTube dhe e kanë terezi. Në fakt nuk është se kemi aq në terezi, jemi dhe ne njerëz, edhe kemi ato sfidat tona. Dhe ideja është e tillë që në momentin që përballesh me një sfidë, çfarë mëson? Çfarë po përpiqet universi të mësoj nga kjo? Çfarë po të paraqitet ty si një situatë e re ose e vjetër në cilën ti mundesh që të nxjerrësh një mësim dhe të mësosh dhe të dish si të reagosh ndryshe. Do të përballesh me këtë traumë. Prandaj unë dua vërtet që të rrini dhe të ndiqni këtë video, sepse dua të flas për mënyrën se si do të përballojmë traumat dhe nuk dua që t'jeni këtu vetëm sa për të parë migrenën që te i kalon veten edhe mërzitet. Nuk po e bëj as për klikime, as për asnjë gjë, thjesht ishin gjëra të cilat i ndjeva vërtet për t'i thënë. Ishte një përballje e imja, pra që ishte një moment kur unë ndjeva shumë e dobët për të pranuar të vërtetën dhe ishte një moment tjetër kur unë u përballa me një mrekulli, sepse mrekullit ndodhin dhe ndonjëherë ne ndalemi para një traume ose para diçka e kaq të vogël, kur në fakt Zoti është kaq i mrekullueshëm dhe është gati na jap çdo gjë që ne dëshirojmë. Mjafton që ne të jemi vërtet në kulmin ton të mirësisë, gjithmonë. Edhe mënyrën se si shprehemi, ta shprehim eksaktësisht ashtu siç e ndjejmë. Le të mos i bëjmë të tjerët të ndjejnë keq, të ndjejnë të pavlerë ose të mendojnë më keq akoma, të mendojnë për ne sikur ne jemi njerëz të ftohtë, kur në fakt jemi ëngjëj të vërtet, jemi plot me dashuri, jemi qenie të krijuara nga dashuria. Vetëm kjo është ajo çfarë ne duhet vërtet t'i japim. Të mos i bëjmë kurrë të tjerët të ndjehen keq, të mos i bëjmë kurrë të tjerët të ndjehen sikur nuk ja vlejti asgjë, por në fakt ja ka vlejtur, sepse ashtu siç çdo gjë që ne mund të kemi dhënë, ashtu edhe çdo gjë që na kanë dhënë ka ardhur tek ne vetëm për të na bërë njerëz më të mirë. Dhe sot unë ndihem njëri më i mirë për të gjithë njerëzit që kanë prekur në një farë mënyrë jetën time. Disa njerëz e kanë prekur jetën time edhe për të mësuar se si unë nuk duhet jem kurrë. Vërtet, kam takuar njerëz për cilët unë kam thënë, wow, nga kjo kam mësuar se si unë nuk duhet të jem kurrë. Dhe nga kjo tjetra kam mësuar se si
unë dua të jem në të ardhmen, ose se si unë jam tani dhe duhet ta vlerësoj më shumë këtë pjesë të karakterit tim që unë e kam. Dhe vërtet të gjithë njerëzit që vinë tek ne janë duke kontribuar për të na bërë ne njerëzit më të mirë, ose versioni më i mirë i vetes tonë. Dhe thjesht duhet ju themi të gjithëve një faleminderit gjigande që janë pjesë e jetës tonë, në një mënyrë apo në një tjetër. Dhe faleminderit. Faleminderit vërtet sepse na pranoni edhe kur na jemi të dobët. Faleminderit. Dhe kjo është pjesa e dytë e videos, e cila do të flasim për të gjitha gjërat që mund të bëjmë në mënyrë që të kemi një mënyrë sa më të mirë për të punuar me traumat tona, për të qenë sa më të qetë në kohën kur ne përballemi me situatat, sepse ne në radhë parë do të njohim veten, dhe duke njohur veten, ne do mundemi edhe të dimë si të menaxhojmë situatat me të cilat përballemi. Dhe ajo çfarë është vërtet shumë e rëndësishme është në radhë parë dua të kërkoj pak falje ndoshta për zërin tim. Mund mos jetë në ditën time më të mirë, duke qenë se jam zgjuar me dhimbje shumë të mëdha fyti. Si duket ndryshimi i temperaturave ka bërë pjesën e vet. Nuk e di nëse është dëgjuar shumë mirë pjesa e imja kur unë vërtet u preka, por duke qenë se vërtet kam qenë me këtë dhimbje në fytit, edhe sot ndoshta mund të ndihet pak më shumë. Por gjithsesi, unë do përpiqem që të jem sa më koncize në gjërat që do them, sepse është pak si shumë material, por unë do ta çoj deri në fund kësaj radhe, sepse nuk kam ndërmend që t'ju le të prisni akoma edhe më shumë për të shkuar dhe për të prekur eksaktësisht gjërat që ju duhet, pra të filloni që tani të punoni me veten, sepse është një kohë e jashtëzakonshme për të kuptuar traumat tuaja, dhe është një kohë e jashtëzakonshme që ju të keni mundësi të nxjerrni nga vetja juaj të gjitha ato gjërat të cilat ju bëjnë pengesë për të arritur aty ku ju dëshironi. Në videon e fundit unë ju thash që cilat ishin, shkova deri te pika se cilat janë gjërat të cilat do të na bënin ne të ndjeshim keq me veten, pra do të ishim self-absorbed, do të kishim atë vetkënaqësinë, ose do të ishim më të bllokuar në gjërat të cilat e ndjejmë që kemi probleme. Dhe pikërisht është momenti kur ti e ke mësuar deri tani se cilat janë gjërat që shkakton kjo lloj traume, pra ky lloj bllokimi që ke në psikologjinë tënde, në ndërgjegjën tënde. Dhe në momentin që ti e kupton se cilat janë bllokimet e tua, është momenti kur ti duhet të kuptosh se çfarë është në të vërtetë puna me hijet, pra puna me traumat e tua. Pra është momenti kur duhet të kuptojmë se ajo çfarë ne na bën që të ndjehemi të bllokuar, janë ndjenjat tona të cilat ne i kemi kufizuar më shumë se sa duhet, dhe janë ato ndjesi tona që ne i konsiderojmë si të gabuar. Pra siç është rasti im kur mendoj se t'ju tregosh njerëzve se çfarë ndjen në të vërtetë është diçka të cilën thjesht ata do ta marrin si informacion dhe do ta hedhin tutje dhe nuk i intereson askujt. Dhe kjo më ka bërë që për shumë gjëra në jetën time të mos e tregoj asnjëherë se si ndihem në të vërtetë. Dhe kjo është ajo çfarë unë kam kufizuar tek vetja ime. Kjo është trauma ime në cilën unë duhet përballem. Nuk e di se cila është e juaja, por jam e sigurt që në momentin që do kërkoni, do ta gjeni se ju e shihni shumë mirë cilat janë gjërat të cilat ju bëjnë të ndjeni të bllokuar, cilat janë gjërat të cilat ju e bëni që subkonscienca juaj e di dhe nuk të lejon që ti të kalosh në këto pika. Dhe subkonscienca jote e di cilat janë ato pjesë të karakterit tënd që ti thjesht nuk shprehesh dot, ose nuk e tregon, ose e fsheh në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse nuk do që të dukesh ti si ajo vajza që ti di të bësh shef, ti nuk do të tregosh si ajo vajza që ti mund të dalësh dhe të shijosh jetën në mënyrën tënde. Pse? Sepse je rritur duke thënë gjithë të tjerë që kjo që ti ëndron është e gabuar, ose kjo që ti dëshiron të bësh është e gabuar, dhe ti e ke krijuar tashmë traumën tënde, ti e ke ndrytur veten në atë pikë, sa çdo gjë tjetër ti e përkufizon në bazë të
në bazë gjërave të cilat të jam mësuar deri më tani. Por cili është qëllimi i një pune me hijet? Është qëllimi i saj vetëm është që ti të kuptosh veten tënde. Të kuptosh veten tënde dhe të mundesh të pranosh edhe këto pjesë që ti deri tani mund t'i kesh konsideruar të errta të personalitetit tënd. Por duhet t'i pranosh ato me një lloj dëmshurie dhe thuash, hey, kjo është thjesht një pjesë e jetës time e cila nuk është zhvilluar ashtu si duhet, por do të jetë perfekta një tutje, sepse unë di ta kontrolloj, di ta menaxhoj dhe di të marr më të mirën nga çdo pjesë e personalitetit tim. Pra hijet nuk janë një gabim ose një diçka që nuk shkon me ty, është thjesht një pjesë natyrale e jotja, të cilën ti ke nevojë ta kuptosh në mënyrë që nesër pas nesër ti japësh gjithçka që i duhet, pjesën e nevojshme që i duhet për të marrë më të mirën prej saj. Do të fillosh duke e vetë pranuar veten tënde dhe të pranosh veten tënde ndonjëherë është çelësi për të ecur përpara. Ta pranosh veten tënde me gjitha gjërat. Madje një shprehje ndoshta mund t'ju ketë qelluar që ta përballni edhe në rrjetet sociale është momenti kur ti pranon hundën tënde, është momenti kur e gjithë jetën do të fillosh ta shohësh ndryshe. Kjo është për disa njerëz të cilët ndoshta mund ta konsiderojnë hundën e tyre si një tipar që nuk ju pëlqen. Disa e kanë rënë shkurt edhe kanë shkuar kanë bërë hundën, por disa të tjerë thjesht e dinë që hunda e tyre është kjo që i bën ata të veçantë. Dhe në momentin që e pranojnë, është çdo gjë tjetër ndryshon. Dhe pikërisht edhe ju do të ndryshoni mënyrën se si e shihni jetën tuaj në momentin që do të pranoni veten tuaj me të gjitha gjërat, edhe me ato të cilat mund mendoni se ndoshta nuk shkojnë me ju, por në fakt janë thjesht pjesa më perfekte e juaja. Të pranuarit të vetes arrihet përmes terapisë ose por në fakt është më shumë si shpirtërore. Është diçka të cilën ti vendos që ta bësh si rrugëtim me veten tënde, me shpirtin tënd. Dhe në momentin që ti vendos që ta bësh të rrugë, e ke shumë herë më të lehtë për të arritur atje ku ti do. Dhe ajo çfarë të duhet pikërisht në këtë momente është se ti duhet pranosh veten tënde me gjitha gjërat që edhe ta kuptosh që pikërisht to hijet e tua nuk janë kaq të largëta dhe kaq distante nga ty dhe kaq të ndryshme nga ty. Përkundrës janë pjesë e gjithë natyralitetit tënd dhe thjesht ti duhet pranosh natyralitetin tënd në gjithë qenjen tënde. Dhe ndonjëherë mundet të mos e kesh kuptuar, por pikërisht ajo që ti mund ta kesh quajtur si hijen tënde, si traumën tënde, në momentin që ti e shëron, mund të bëhet edhe pjesa më e bukur e karakterit tënd. Kështu që jeni të hapur për këtë pjesë. Në momentin që ti e kupton veten tënde dhe arrin të perceptosh gjërat të cilat ti nuk i ke parë deri atëherë, në atë këndvështrim që i jep vetes tënde, pra jep mundësinë e re për të parë gjërat në mënyrë të ndryshme, ti mundesh vërtet që të shohësh se si emocionet e tua do të ndryshojnë edhe sjelljet e tua. Ti do të jesh domethënë shumë herë më të çlirët në çdo gjë që ti do bësh, sepse ti tashmë e ke përballur veten tënde me traumat e tua më të frikshme. Dhe që nga ky moment ti mundesh thjesht të fillosh të përqafosh një person tjetër që ti deri tani mund ta kesh ndrydhur brenda vetes, por në momentin që ti e çliron këtë traumën tënde, e shëron, ti mundesh të përqafosh dhe të ecësh me hapa të sigurt, tamam si një vetja jote krejtësisht autentike. Pra me të mirat edhe të këqijat e tua, sepse vetëm një njeri që i ka edhe të mirat edhe të këqijat e tij, të sigurta dhe e di se ku po ecën, është person që krijon autenticitet. Dhe në momentin që ti je autentik, e gjithë energjia jote është e mrekullueshme dhe e paharrueshme. Njerëzit do mendojnë që s'ka bërë magji ky person sepse nuk ka mundësi, por jo, ti je thjesht autentik, ti je thjesht i paharrueshëm, sepse ti je vetvetja, ti e di se si sillesh, ti e di edhe kur e thua atë fjalën therse, ti e di edhe kur e thua atë fjalën e ëmbël, sepse e di që kur diçka të lëndon, si çdo njeri tjetër, ti do reagosh në një mënyrë ose në një tjetër. Dhe e di që edhe kur diçka të bën të lumtur, ti të shohësh në sytë e një personi vërtet veçantë, ti e di që bëhesh e lumtur dhe thjesht e di që vërtet ndoshta atij personi mund t'i thuash edhe një fjalë therse, por ti e di që nuk do mundesh të jesh kurrë zemëruar me të. Dhe
dhe do pranohet ndoshta shumë, jashtëzakonisht shumë për të bërë për këtë person. Dhe pikërisht duke qenë se ti jep këtë lloj energjie të tjerëve, pra këtë energji autentike të tënde që je edhe thumbuese, edhe direkte, edhe e ëmbël, edhe e dashur, edhe lozonjare, edhe të gjitha pjesë të karakterit tënd, që ndoshta më përpara thjesht, siç kam bërë edhe unë, dikur e fshihja veten time në maksimum. Nuk isha kur lozonjare, doja që çdo gjë të ishte e prerë me thik, doja çdo gjë të ishte e vendosur, e qartë, e saktë. Dhe pikërisht në momentin kur fillova të kuptoja që unë po mbyllja veten time në disa pjesë, domethënë kam kaluar etapë pas etape me këto traumat e mia, derisa kam përfunduar në këtë traumën të cilën ende nuk e kam kaluar, por që do ta kaloj sepse do punoj me psikologjinë time në mënyrë që unë të mundem të vërtetit të i kaloj gjërat të cilat unë i ndjej si bllokime. Dhe pikërisht kanë qenë këto gjëra të cilat unë i kam ndjerë si kufizime tek vetja ime, dhe tani mundem thjesht të shoh si pjesë e karakterit tim, që më bëjnë mua autentike, që më bëjnë mua të paharrueshme, që më bëjnë mua thjesht një person ashtu siç vërtet edhe miqtë e mi më quajnë, ti je një diell njerëzor, edhe ndonjëherë filloj edhe e besoj këtë edhe për veten time, sepse e di që me pranimin e shumë gjërave të cilat unë i kisha ndrydhur tek vetja ime, sot jam shumë herë më ndryshe. Jam shumë herë më ndryshe nga një fëmijë që isha rritur, sepse në pjesën e parë fola për pjesën e traumës në cilën unë ndjesha e ndrydhur, sikur unë jepja shumë dhe të tjerët përfundimisht zgjidhnin familjarët e tyre, motrat e tyre dhe iknin. Kjo ka qenë ndoshta nga pjesa e lojrave që më bëja, që kur isha fëmijë. Unë kisha nevojë që, duke qenë se isha vetëm gjatë gjithë kohës, vajzat të gjitha shoqet e mia kishin motrat e tyre, dhe në momentin që unë jepja shpirtin në lojë me to, bëja të pamundërën, doja vërtet që të bëja shumë për to. Vit në një moment kur ato thjesht merrnin motrën e tyre dhe shkonin në shtëpi, edhe unë isha unë ajo që mbetesha vetëm, dhe më duke sikur asgjë që unë bëja nuk ishte mjaftueshëm i mirë, sepse ato thjesht do merrnin motrat e tyre dhe në darkë do të shkonin në shtëpi dhe mund t'i dëgjoja madje që ata lozin me njëra tjetrën, ndërsa unë isha vetëm. Edhe kjo ka krijuar një lloj traume te unë, pa e kuptuar fare ka krijuar këtë lloj traume, sepse kur ti rritesh, domethënë e gjithë gjëja që mund të bëja, ndërkohë që nga ana tjetër mund të dëgjoja të qeshura pafund, e vetmja qef që unë mund të bëja ishte të mendoja veten sikur jam prezantuese në televizion dhe unë kam një one man show që ishte vetëm unë dhe gjithë shfaqja që unë jepja, dhe nuk kisha asnjë person për duar trokitur për mua aty, nuk kisha asnjë njerëz që të më bënte mua të ndjesha e veçantë ose të ndjesha sikur unë përkas diku. Dhe pastaj me gjithë etapat e jetës që erdhën, unë isha as këtu, as atje, më shumë për këtë, më pak për atë, dhe më duke vërtet sikur asnjëherë nuk e gjeta veten time, derisa e gjeta veten time këtu në YouTube. Dhe prandaj vërtet më pëlqen shumë kjo gjëja. Dhe dua vërtet që ta bëj rrugtimin tim së bashku me ju, sepse këtu më duket sikur vërtet gjej pak një pjesë të vetes time. Unë do të kaloj me shumë shpejtësi 8 pika të cilat ka të bëjë me benefitet që ju merrni nga puna me traumat tuaja, me hijet tuaja. Në radhë të parë ju do të përfitoni shumë vetbesim dhe do të shfaqeni me më shumë konfidencë se të tjerët, sepse në momentin që ti e njeh veten tënde, ti je autentike, ti krijon energjinë tënde dhe energjia jote do irritoj njerëzit që nuk duhet të rrinë afër teje dhe do bëj të dashurohen pas teje njerëzit që duhet vërtet të dashurohen pas teje. Dhe pikërisht që nga ky moment ti fillon krijon atë vetbesimin tënd që nuk më duhen të gjithë njerëzit, më duhen vetëm të duhurit. Ju do të përmirësoni kreativitetin tuaj, do të jeni shumë herë duke qenë autentik, çdo gjë që ju do bëni do të ndihet si një kryevepër arti. Do të krijoni marrëdhënie më të mira, edhe me veten, po edhe me të tjerët, dhe në veçanti me të tjerët, sepse në momentin që ju shfaqeni si person autentik, pra gjëra që ju bëni i gjejnë vetëm tek ju, do të krijoni marrëdhënie më të mira, marrëdhënie të cilat njerëzit do t'i kërkojnë me ngulm, do thonë, wow,
si Migena nuk ka, sepse Migena është autentike. Energjia që jep është autentike. Migena nuk shkon të dëgjoj videot e të tjerëve se çfarë bëjnë në YouTube dhe pastaj më sjell këtu. Jo, Migena ulet dhe studion atë gjën dhe mëson për vete dhe pastaj më sjell mua në mënyrën e saj. Ndoshta nuk është perfektja, por është mënyra e saj, është autentike, është diçka që e bën vërtet me gjithë pasionin. Ju do të praktikoni vetë pranim dhe në momentin që ti praktikon vetë pranimin është momenti kur vërtet ti ke të shelur rrugë të reja, nëse mund ta quaj, ose dyer të reja për veten tuaj, për të kaluar atje ku ndoshta deri tani nuk e kishin menduar kurrë se do të shkonit. Ju do të zbuloni madje talente të reja brenda jush, gjëra të cilat juve thjesht i keni fshehur, ndoshta jeni rritur duke thënë që unë jam një vajzë shumë e mirë, unë nuk mundem të bëj këtë sepse unë jam vajzë shumë e mirë, por në momentin që ju vendosni të zbuloni atë veten tuaj lozonjare brenda jush, është pikërisht momenti kur ndoshta mund të kuptoni që juve, loja juaj e të joshurit ose e të pasurit të kam një maçoke këtu që është shumë e mirë. Momentin që ju do të kaloni këtë moment kur do ta njihni veten tuaj, është pikërisht atë momenti kur do zbuloni talente, gjëra të cilat ju nuk e keni menduar kurrë se mund t'i zbulonit. Ndoshta nuk e keni ditur më përpara sepse nuk e keni dhënë vetes mundësi për ta zbuluar këtë gjë. Ndoshta keni pasur shumë frikë. Por në momentin që keni qenë playful, në momentin që keni qenë më lozonjare, në momentin që keni treguar më femër, keni arritur që të merrni edhe gjërat të cilat dëshironi, duke kuptuar veten tuaj edhe më mirë. Ju mund të përmirësoni gjendjen tuaj në përgjithësi, sepse do të ndiheni më mirë me veten tuaj, sepse në radhë parë kur ju jeni autentik dhe i keni krijuar të gjitha këto gjërat e tjera, keni zbuluar veten tuaj, keni krijuar marrëdhënie më të mira me të tjerët, keni krijuar atë energjinë tuaj personale. Fiks në këtë moment, ti e di që ndihesh më mirë. Edhe sikur dita jote mos ketë shkuar pikërisht ashtu siç ti ke dashur, ti prap në fund të ditës ndihesh shumë mirë, sepse në fund të ditës në mos ke arritur 5 gjëra, ke arritur 3. Por ke arritur 3 gjëra shumë domethënëse për jetën. Dhe gjithashtu duke njohur veten, ju keni mundësinë që të krijoni edhe një lloj dëmshurie ndaj të tjerëve. Në momentin që ti e ke njohur veten, i ke kaluar dy të trauma të tuat edhe i ke përmirësuar veten dhe thua në momentin që ti e sheh që njerëzit e tjerë ngecen pas tentativave të dështuara, nëse mund ta quaj kështu, për të vënë kontroll mbi të tjerët. Për shembull, un kam në punë njerëz që unë e di shumë mirë që kanë probleme me veten, kanë probleme me traumat e tyre dhe nuk e kuptojnë këtë gjë. Dhe nuk ulen që ta mendojnë se cili është problemi në të vërtet, por sillen sikur janë shefi gjatë gjithë kohës, vinë aty, japin urdhra dhe në momentin që e ndjejnë që një person e ka energjinë autentike, për shembull, në momentin që vin tek unë, nuk po them për ego, po e them si diçka që më ka ndodhur. Në momentin që janë përballur me mua dhe kanë marrë një përgjigje që ka qenë vërtet shumë autentike, ka qenë një përgjigje shumë që e ndante shapin nga sheqeri, ndryshe nga ata që nuk dinin ku ishin dhe nuk e kuptonin se kujt po i jepnin urdhër ose nuk e kuptonin se çfarë po bënin, kur merrnin një përgjigje shumë autentike, tërhiqeshin dhe që prej asaj kohe, pavarësisht se unë shkova në një punë si punonjëse e re, dhe e kishte bërë të rrugës ky person që çdo person të ri që vinte duhet ta denigronte, ta cenonte, ta ulte, ta bënte rreck duke i bërtitur ose nuk e di, në momentin që u përball me përgjigje krejtësisht autentike nga ana ime, ka një lloj respekti të jashtëzakonshëm. Sepse dhe prej asaj dite, ndryshe nga gjithë kolegët e mi që më kanë thënë, oh wow, ajo ose ai më nxin jetën, është shumë, nuk e kupton as vet ku është. Më jep urdhra sikur është drejtor, por në fakt e dim shumë mirë se kush është dhe nuk e ka këtë kompetencë për të më dhënë, por të tjerëve, pavarësisht se kanë shumë kohë që janë në punë, sërish vazhdon t'ua nxjë jetën në një farë mënyrë, nëse mund ta quaj kështu. Ndërsa më them, jo, s'është pak e vërtet, sepse në një rast kur vërtet erdhi dhe më tha këtë, por sapo unë i thash që kjo nuk është diçka që e vendos ti, kjo është diçka që e vendos unë, sepse në përgjithësi për këtë punë jam unë dhe jo ti. Dhe që në momentin e parë kur unë i kam dhënë këtë përgjigje,
përveç se ka treguar respekt të jashtëzakonshëm, nuk ka shanse që as më ngre zërin dhe as më bësh shefin. Përkundrazi vjen më merr mendim, domethënë krijon ti përmes energjisë tënde autentike një lloj marrëdhënie që edhe të tjerët e vlerësojnë, por edhe ti krijon këtë lloj ndjesie dhe thua, ndoshta fakti që sillet në këtë mënyrë, të paktën jo me mua, por me të tjerët, e ka nga që ka probleme me veten. Dhe pikërisht është momenti kur ti fillon krijon atë dëmshurinë për të tjerë dhe thua gjuna se nuk din se çfarë bëjnë. Dhe në momentin që një tjetër, pra është pika e 8 në këtë rast e gjërave që ju përfitoni nga puna me hijet, është që ju do të keni qartësi. Do të keni qartësi të jashtëzakonshme për veten tuaj, për gjërat që ju bëni, për gjërat që ju doni, për frikrat tuaja dhe mënyrën se si të përballeni me to. Dhe duke pasur këtë qartësi, çdo gjë është e lehtë, sepse gjithë njerëzit fillojnë përballen me vështirësi atëherë kur nuk kanë qartësi, kur nuk dinë se ku të shkojnë, kur nuk dinë se çfarë të bëjnë, kur gjenden në një udhkryq dhe nuk ka asnjë tabel rreth e rrotull. Ndërsa ti do ta kesh udhkryqin tënd të mbushur me tabela që të tregojnë jo vetëm rrugën që ti duhet të ndjekësh, por edhe rrugat e tjera, edhe rreziqet që mund të dalin në rrugë, po ndoshta një rrugë apo një rrugë tjetër. Ndoshta mund të tregoj edhe rreziqet që duhet të përballesh ti po ndoqe këtë rrugë, që është rruga jote, që është rruga që ti do të ndjekësh. Dhe ndonjëherë pastaj ti duke pasur këtë qartësinë, ti mund të bësh edhe kalkulime, ti mund të bësh edhe të llogarisësh riskun në këtë rast. Do të thënë të dish nëse ja vlen apo jo, të ndërmarrësh një rrezik që të ecësh në këtë rrugë. Por ndonjëherë është thjesht shpirti që të udhëheq atje dhe ti e di shumë mirë që duhet patjetër të ndërmarrësh ato rreziqe, sepse thirrja e shpirtit është e jashtëzakonshme dhe nuk ka asnjë lloj force që mund ta ndalë, asnjë lloj force. Dhe un kam parë njerëz që pavarësisht se mund të jenë duke ecur në një rrugë, e din shumë mirë që shpirti i tyre i thret diku tjetër dhe kanë lëvizur male, nëse mund ta quaj kështu, për të shkuar atje ku i thret shpirti dhe vërtet rruga deri atje ja vlen. Por duke qenë se po i afrohemi gjithmonë më shumë meditimit, pjesës së momentit kur unë do t'ju them pyetje që mund të pështroni vetes tuaj gjatë meditimit. Në radhë të parë është një pyetje tjetër që duhet i shtroni vetes. A është puna me hijet diçka që duhet ta bëj unë? Dhe në fakt, kjo puna me hijet i kanë secili. Është mënyra për të përshkruar traumat tuaja. Dhe trauma secili ka krijuar. Dhe ndoshta trauma mund të krijohen edhe nga dje sot. Janë gjërat të cilat shpirti i proceson në mënyrë të ndryshme dhe gjërat të cilat ti mund të kesh kaluar qoftë edhe një javë më përpara dhe nuk i ke procesuar siç duhet, mund të kthehen në trauma. Prandaj unë mendoj se të përballesh me traumat e tua është diçka të cilën çdo njeri e ka të nevojshme. Dhe sidomos nëse ti kërkon zhvillim personal, është thelbësore që ti të kesh një punë tënde me gjitha traumat, në mënyrë që të mundesh që këtë zhvillim personal ta kesh sa më të lehtë. Që në momentin e parë kur ti do fillosh të punosh me traumat e tua, ti do ndihesh shumë herë më i shëndetshëm në të gjitha llojet e kuptimit, i shëndetshëm në marrëdhëniet e tua, i shëndetshëm në trupin tënd, i shëndetshëm në psikologjinë tënde, i shëndetshëm në besimin tënd. Ti do krijosh një lloj besimi në Zot shumë herë më të fuqishëm nga sa mund ta kishe pasur përpara traumave. Si gjithmonë, nëse keni nevojë për një terapist, më duhet vazhdoj ta them, ta përsëris këtë gjë që nëse vërtet e ndjeni që keni nevojë për një terapist që t'ju përshkojë në këtë rrugë të punës suaj me hijet, është vërtet shumë e nevojshme që ta konsideroni një të tillë edhe të filloni të punoni me hijet tuaja. Por nëse e ndjeni që është diçka që mund ta nisni hapat e parë edhe vet, atëherë juftoj që të vazhdoni të ndiqni këtë video. Okej, nëse keni vendosur që të mos e thrisni terapistin akoma, atëherë le të fillojmë punën së bashku. Duhet filloni që të kuptoni cila është trauma juaj. Filloni ti vendosni disa piketime, nëse mund ta quaj kështu, vetë ju
me mënyrën se si ju e njihni veten. Ashtu siç ju thash unë, pra problemi im, trauma ime është kjo, që unë nuk arri do t'ju them njerëzve se sa shumë i dua. Madje unë kam pasur tani që po e kujtoj një status në Instagram, në një Instagram që nuk është ky që kam tani, është Instagram që kam pasur më përpara, dhe thoshte nëse nuk do të kishe frikë, cila është gjëja që ti do bëje? Dhe ajo çfarë unë kisha shkruar ishte do i thoja më shumë njerëzve që unë i dua. Dikur e kam thënë këtë gjën, dhe nuk e kam kuptuar se çfarë ishte në vërtet. Mendoj se tani në fakt vetëm tani më erdhi ky mendim. Dhe jam e sigurt që unë e kam kuptuar, e kam ditur gjithmonë që ky është problemi im. Por thjesht kam qenë shumë e vogël si duket për ta kuptuar që duhet vërtet ta bëj këtë ndryshim. Dhe kjo është trauma ime. Nuk e di se cila mund të jetë e juaja, por dua që të gërmoni në mendimet tuaja, dua që të gërmoni dhe ta gjeni cila është një situatë që ju përsëritet. Qoftë marrëdhënie dashurie, qoftë marrëdhënie me parat, qoftë marrëdhënie me shëndetin tuaj, qoftë marrëdhënie me njerëzit, me familjarët tuaj. Cila është ajo gjë të cilën ju e ndjeni që po ju mban të bllokuar në një cikël i cili nuk kthehet. Pra vazhdoni ju përsëritet vazhdimisht dhe prap ju jeni në të njëjtën gjë, duke sikur nuk e keni mësuar mësimin, ose e keni kuptuar dhe prap nuk bëni dot asgjë për të ecur përpara. Kjo ndodh sepse ju nuk e keni punuar këtë hijen tuaj, ashtu siç nuk kam bërë unë. Se vetëm tani po kujtohem që vërtet kjo ka qenë që edhe unë e kam pranuar edhe publikisht, e kam nxjerr në Instagramin tim, madje po të kërkoj, unë madje do e kërkoj dhe do e vendos, do të shoh ta gjej dhe do ta vendos edhe këtu në këtë video eksaktësisht publikimin që unë kam bërë. Sepse unë jam 100% e bindur se unë mbaj mend shumë mirë se çfarë kam shkruar, edhe para 10 vitesh. Kam një memorie të jashtëzakonshme. Dhe ajo çfarë dua të them është se momentin që ti i piketon këto gjëra të cilat ti ndjen që po të përsëriten më shumë se sa duhet, ose po të bëjnë të ndjesh e bllokuar, nuk po të lejnë të ecësh përpara, nuk po arrin dot të te kalosh një gjë që ti shkon deri në një farë pike dhe pastaj përplasesh edhe një herë me të njëjtën gjë dhe ti vepron siç ke vepruar gjithmonë, siç kam bërë unë. Ajo është trauma jote. Dua që të mendoni vërtet, ndoshta t'i jepni vetes tuaj kohë edhe për të medituar. Uluni dhe meditoni vetëm me një fjalë, për shembull, bllokimi im, trauma ime, cila është ajo gjë që mua më është përsëritur. Bëjni këtë pyetje vetes tuaj në mënyrë që ju në radhë të parë të kuptoni cila është kjo gjë e juaja, të cilën ju e ndjeni, ose ndoshta mund t'ju vijë informacion nga gjitha gjërat që ju keni kujtuar ose keni kaluar në jetën tuaj, mund t'ju vijë informacion pikërisht tani që ju po dëgjoni teksa flitet për këtë gjë dhe ju thoni, "Oh wow, Migena po flet për këtë", por ndryshe nga Migena që e ka përjetuar këtë traumën e saj në lidhje me këtë gjë, unë e kam me diçka tjetër, unë e kam me pikërisht këtë gjë, unë e kam me këtë gjë tjetër dhe ju filloni, domethënë ndoshta disa për jush mund të kenë më shumë se një, më shumë se dy, më shumë se tre. Edhe unë mund të kem më shumë se një, mund të kem më shumë se dy, por thjesht kjo ishte rasti i fundit që më ndodhi që unë as nuk qaj. Unë as nuk po, kjo është diçka tjetër të cilën unë e kaloj gjithmonë me veten. Nëse unë kam gjëra të cilat më lëndojnë thellësisht, unë nuk e flas me asnjë. Me asnjë. Unë e mbaj brenda me. Dhe kjo është diçka që ndoshta duhet filloj t'ja flas dikujt, ose qoftë t'ja them edhe një pemë, thonë që pemët janë dëgjuese shumë të mira, ndoshta nga që s'kan mundësi të flasin apo të ta japin me një shpull mbrapsht. Por okay. Si ide, thjesht ndoshta për të ndihmuar veten time në aftësitë e mia shprehse. Në sensin që ndonjëherë diçka që të them shumë duhet të gjesh edhe fjalët për ta thënë. Duhet të gjesh fjalët për ta nxjerr. E shikoni edhe unë teksa po diskutoj këtë, po e flas këtë me ju, vetëm nga ideja që unë po mendoj për këtë gjë, po arrit të nxjerr
disa nga traumat e mia, të cilat jam e sigurt që edhe ju, thjesht në momentin që do mendoni për to, jam e sigurt që do t'i gjeni dhe do t'i vendosni piketimet. Vazhdo. Një mënyrë shumë e mirë për të kuptuar se cilat janë traumat tuaja është pikërisht momenti kur ju duhet të ktheheni mbrapa në kohë. Pra siç ju thash unë, gjëra të cilat mund të kenë qenë shumë të vogla dhe krejtësisht normale për njerëzit më përpara, për shembull për mua veçanërisht, ka qenë krejtësisht normale sepse unë nuk kisha një fëmijë të tjerë për të luajtur me to në shtëpi. Unë isha vetëm. Dhe për fëmijët e tjerë që kishin motra vëllezër, ishte totalisht normale që të ktheshin në shtëpi dhe të loznin. Dhe kjo nuk është se ishte shqetësimi i tyre se Migena është vetëm. Dhe se Migena si duhet që të pres copat e fustanit të mamit apo të prish make-upet e saj vetëm se nuk ka çfarë bën. Nuk është halli i tyre, e kupton? Domethënë kjo ka qenë krejtësisht normale për të tjerët, por jo për mua. Unë e kam përjetuar krejtësisht keq dhe më vonë kam krijuar edhe trauma nga kjo. Pikërisht duhet të ktheheni ndoshta edhe ju në atë kohën kur keni qenë të vegjël. Cilat kanë qenë ato gjëra të cilat ju e ndjeni që mund t'ju ketë krijuar një lloj bllokimi, ose mund të ketë qenë momenti kur ju keni folur shumë edhe prindrit ju kanë thënë gjithmonë mos fol kaq shumë dhe sot ju e keni shumë të vështirë të ngrini zërin qoftë edhe për veten tuaj, ose mund të ketë qenë momenti kur ju një mik i juaj po ju flet edhe jeni gjatë gjithë kohës duke thënë duke u përpjekur për ta ndaluar, por e dëshini që ai nuk ndalon dhe ju nuk vendosni dot asnjë sekond për të hedhur një fjalë tuajën, qoftë për ta mbështetur ose qoftë për ta kundërshtuar atë çfarë po thot. Dhe pikërisht është ky momenti kur ti zbulon traumën tënde, kur ti e di shumë mirë që ndoshta kjo është ajo çfarë ti ke problem, sepse ti nuk e ngre dot zërin për të thënë gjërat e tua, qoftë edhe për ta ndaluar tjetrin, ose ke frikë nga vetja jote sepse e di që kur të flasësh të tjerë do të ndërpresin ty, do të lënë të flasësh ashtu siç ti ke dëshirë të flasësh dhe pikërisht të kthehesh ndoshta në pjesën e fëmijërisë tënde, mund të jetë një ushtrim shumë i mirë që do t'ju ndihmojë që të kuptoni se cilat janë gjërat të cilat gjenden aty brenda kokës suaj prej kaq shumë kohësh dhe thjesht i keni lënë që t'ju bllokojnë jetën tuaj për të ecur përpara. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që të shmangni ose ta eliminoni krejtësisht pjesën e të pasurit turp nga kjo vetja juaj. Fakti që ndoshta nuk flisni dot, qoftë edhe për veten tuaj, nuk është diçka për të pasur turp. Është diçka të cilën ti po e përjeton si një traumë tënden. Është krejtësisht normale, ka shumë njerëz, unë kam qenë një ndër to. Por sot çdo gjë është krejt ndryshe, sepse është një ndër traumat e mia të cilën unë e kam tejkaluar dhe sot mundem vërtet që jo vetëm të flas për veten, po të flas edhe për tjerët. Sepse mundem vërtet jam në shumë raste një mbrojtëse e jashtëzakonshme të drejtave, sidomos të femrave. Dhe zihem shumë shpesh me redaktorët në zyrë vetëm për faktin se ata mund të bullizojnë një nga koleget e mia. Dua që të shmangni totalisht në momentet kur ju nuk e pranoni veten tuaj. Dua që të fusni sa më shumë afirmime të tipit unë të besoj ty, sidomos kur bëhet fjalë për gjërat të cilat ju i ndjeni si trauma. Dua që t'i thoni vetes unë kam besim se ti mundesh. Unë jam shumë e lumtur që ti je pjesë e jetës time, edhe si një traumë e vogël, sepse kam mësuar prej teje. Ose edhe pse jam e rritur, në një farë mënyre më tregon se duke punuar me ty, unë mund të rritem akoma edhe më shumë. Unë jam e lumtur që ti je edhe si traumë imja, sepse në këtë mënyrë unë mundem edhe të tregoj që unë po zhvillohem personalisht duke mësuar më shumë për gjërat të cilat unë nuk e dija që i kisha për veten time dhe kjo e bën zhvillimin tim personal akoma edhe më shumë të vlefshëm. Pra unë nuk po zhvillohem personalisht vetëm si një gazetare ose si një YouTuber ose nuk e di, në çdo lloj fushë jetës që ju mund të jeni duke punuar ose ju zhvilloheni personalisht duke pranuar veten tuaj, duke ecur përpara, duke mësuar më shumë për veten tuaj, për psikologjinë tuaj, për mënyrën se si ju manifestoni, me shpejtësi, me avazh gjërat të cilat ju i dëshironi. Ju mund t'i thoni vetes, ti e meriton të jesh e lumtur. Migena, ti nuk ke nevojë që ta ndalosh më veten për t'ju thënë njerëzve që vërtet i do shumë.
e punë e madhe se ata nuk të përgjigjen në të njëjtën mënyrë. Është problemi i tyre. Ti je qenie krijuar nga dashuria dhe ti duhet patjetër të shpërndash vetëm dashuri. Dhe s'ka gjë, edhe nëse të tjerë nuk do dinë ta vlerësojnë këtë, kjo është thjesht për traumat e tyre, se ndoshta nuk kanë ditur kurrë ta vlerësojnë dashurinë, nuk kanë pse të vlerësojnë tënden. Por nuk ka gjë. Thjesht ti duhesh sepse ti e meriton të jesh e lumtur. Ti ke shumë për të dhënë. Kjo është pak po e sigurt. Dhe thuaj vetes tënde që fakti që ti po jep është diçka krejtësisht normale. Njerëzit, sidomos njerëzit që janë të bërë nga dashuria, ata i din t'japin dashuri. Ata din që të t'japin të gjithë liritë e botës dhe të t'japin gjithë dashurinë e botës dhe ti mundesh thjesht t'jesh i dashuruar me energjinë autentike të tyre. Dhe nuk ka nevojë që vendosin as kufizime, as frikë. Nuk kam pse asun të kem frikë nga ndjenjat e mia, sepse ato janë në bazë të gjithë qenjes të dashurisë. Dua që ti thoni vetes që ti je mjaftueshëm. Me gjitha të mirat e këqijat të tua, ti je perfekte. Dua që ti thoni vetes që ti e meriton dashurinë. Ti meriton dashurinë pavarësisht gjitha gjërave që mund të mos kenë shkuar ashtu siç duhet ose ashtu siç ti ke dashur deri më tani. Dua që të meditoni dhe të shihni edhe gjërat të cilat ju acarojnë. Kjo është vërtet shumë e rëndësishme, sepse ndonjëherë gjërat që të acarojnë është mënyra se si ti po i projekton gjërat që do ose që nuk do. Pra meditoni për këto gjëra që ju bëjnë vërtet të reagoni më saktë, më shumë se sa të acarojni, të reagoni, pra të keni një lloj reagimi ndaj gjës që ju vjen. Pra mund të jetë një lloj emocioni i caktuar dhe pikërisht këtë lloj emocioni të caktuar, nuk dua që ta fshihni, nuk dua që ta fshini, nuk dua që ta kundërshtoni, dua që ta ndjeni. Ndjeni këtë lloj emocioni dhe kuptojeni se çfarë po sjell në jetën tuaj. Është vërtet shumë e rëndësishme që ta kuptoni. Madje përpiquni që edhe kur t'jeni duke medituar, ta bëni, domethënë ta vëzhgoni gjithë veten tuaj, gjendjen tuaj emocionale pa një lloj paragjykimi. Dua ta vëzhgoni si dikush që është nga jashtë dhe thot, "Okej, nuk ka gjë. Ti e ke këtë lloj reagimi për shkak të kësaj. Ti e ke këtë lloj asarimi për shkak të kësaj. Ti e ke këtë lloj emocioni dhe mshurie për shkak të kësaj." Dua që vërtet të bëni duke qenë se nuk vendosë që të keni një psikoterapist në seancën tuaj, dua që t'jeni ju psikoterapisti vetes, dua që t'jeni ju ata që analizoni veten tuaj, por ashtu siç do të bënte një psikoterapist i cili në asnjë moment nuk ju paragjykon, përkundrazi, nëse ai do të paragjykonte çdo lloj situate që ju i tregoni psikoterapistit, do dilte më të çmendur se ju nga seanca. Dhe imagjinoni, ata they do this for a living, ata e bëjnë këtë gjë për të jetuar dhe nëse do të përjetonin emocionalisht çdo lloj situate, të çdo lloj klienti që ata kanë, do të ishte një çmenduri totale, por pikërisht ata bëjnë këtë gjë, e ndjejnë gjën shumë ftohtë. E shohin gjën shumë ftohtë. Edhe ju këtë gjë duhet të bëni pikërisht në momente që do keni këto, duhet që të shihni gjërat ftohtë, pas një lloj paragjykimi, në mënyrë që ju të mundeni që pikërisht këto gjëra t'i shihni me një lloj qartësie të jashtëzakonshme dhe të arrini të kuptoni, të shihni gjërat për të kuptuar. Nëse ju ndihmon për të kuptuar, ndoshta mund të mbani edhe një ditar për gjitha këto meditime që ju bëni, ose për të gjitha emocionet të cilat ju ndjeni gjatë ditës, gjërat të cilat ju e ndjeni që doni të thoshni diçka por nuk e thatë, ose doni të shkoni diku për nuk shkua, doni të krijoni diçka për nuk e krijuar, doni për çfarë do lloj gjëje që ju e ndjeni që keni një lloj bllokimi. Dua që ta mbani këtë ditar dhe t'i shkruani të gjitha këto. Ndoshta do të jetë më mirë për të kuptuar edhe ju më qartë cilat janë, domethënë ashtu siç bën një detektiv që i vendos të gjitha informacionet që ka në një tabel, edhe ju këtë gjë do të bëni.
Në këtë rast do të jeni detektiv për traumat tuaja, do të jeni detektiv duke parë çfarë po ndodh me kokën tuaj, çfarë po ndodh me psikologjinë tuaj, çfarë po ndodh me gjendjen tuaj emocionale. Sa herë ju përballeni me një situatë të caktuar në mënyrë që ju të mundeni të kuptoni sa më shumë nga vetja juaj dhe nëse mundeni dua që edhe ta shprehni veten tuaj në mënyrë artistike. Pra duke shprehur veten tuaj në mënyrë artistike, pra duke ulur, duke shkruar, ose duke pikturuar, ose duke bërë një lloj, nuk e di, çfarëdo që të ndjeni ju se ju mund ta shprehni artistikisht. Ndonjëherë mund t'ju duket si një lojë e vogël ajo që ju mund të bëni me fëmijët, kur ju i jepni një letër dhe i thoni pikturo çfarë të duash. Dhe nëse ata pikturojnë një shtëpi që nuk e ka çatin, do të thotë që i mungon dashuria në familje, ose nëse ju pikturoni lule, keni nevojë për qetësi, ose nëse pikturoni yje, do të thotë që e ardhmja juaj është e ndritur, ose ka disa njerëz të cilët vizatojnë pafundësisht shigjeta. I madh për shembull vizaton shigjeta gjatë kohës dhe gjithmonë shigjetat e tij shkojnë pjertas drejt lart. Dhe kjo tregon që është një njeri i jashtëzakonshëm që e sheh gjithmonë të ardhmen plot me dritë. Është një njeri që e sheh gjithmonë të ardhmen si diçka të mrekullueshme dhe vërtet kjo është ndoshta ndër synimet e mia më të mëdha që dua vërtet që e ardhmja e tij të jetë vërtet aq e ndritur sa ai e imagjinon. Në fillim, në momentin që ju do të filloni të shprehni, qoftë me të shkruar, qoftë me vizatim, qoftë me pikturë, qoftë do t'ju vinë gjëra të cilat ju do t'i ndjeni sikur duhet i bëni. Pra është koshjenca juaj që është duke vepruar, por nëse do ta lini veten që për një moment të drift off, pra të thjesht ta humbisni atë mendjen e koshjencës dhe të punoni me subkoshjencë, do ta shihni që do përdorin akoma më shumë gjëra, nuk ka asnjë lloj problemi që ti të përdorësh ngjyrat e zeza në një pikturë. Përkundrazi, nëse është inat, rage, atarim, ajo gjë që ju ndjeni, shprehni. Nuk ka asgjë të keqe, nuk ka asgjë pse duhet të ndjeni të friksuar ose të turpëruar nga kjo gjë. Nëse doni të vizatoni një shtëpi që ka marrë flak, vizatojeni. Nëse dëshironi që vizatoni ose të bëni një skulpturë që mund të mos duket perfekte, një fytyrë e shpërfytyruar ose nuk e di, nuk është për perfeksionin, është për të pasur të vërtetën, emocionin e vërtet, ndjesitë e vërteta. Ato çfarë gjenden brenda jush. Dhe për të punuar me to nëse ato pastaj janë trauma ose diçka që nuk ju pëlqen. Por thjesht në radhë parë duhet përballeni me to. Dua që nëse do të keni mundësi, të filloni edhe një lloj dialogu me veten. Bëjeni një pyetje vetes suaj, sepse është vërtet shumë e rëndësishme. Sepse kthehemi edhe një herë tek ajo që unë vazhdoj ta them pambarimisht. Bëjeni një pyetje vetes suaj, sepse përgjigjet janë pikërisht aty. Janë pikërisht tek ju. Do t'ju vinë përgjigje, ndoshta nuk do t'ju vinë në moment, por do t'ju vinë në momentin e duhur. Jeni të bindur për këtë. Edhe pastaj do thoni, oh wow, unë po kërkoja përgjigje për këtë, si mundet që unë të kem një lloj mendimi të tillë? Se kisha menduar kur këtë gjë, kur se kisha menduar në këtë lloj këndvështrimi, por është subkoshjenca juaj duke punuar, sepse në momentin që ju i drejtoni një pyetje vetes tuaj, Zotit brenda jush, ju do të merrni përgjigje. Sepse përgjigje gjithmonë, çdo lloj lutje merr përgjigje. Çdo lloj lutje merr përgjigje. Dhe është vetëm një person që ja kam thënë këtë deri më tani. Por do ta them edhe me ju, sepse unë e di që jeni një komunitet që i kërkoni mrekullit dhe i besoni ato. Dhe njëjta gjë më ndodhi. Pikërisht atëherë kur ndoshta nuk e mendoja, isha në një moment që isha shumë e mërzitur, shumë. Gjërat nuk po më shkonin siç doja. Ose të paktën siç e kisha planifikuar, ose sipas logjikës time ishte normale për të shkuar. Dhe
Po kthehesha në shtëpi mbasi kisha bërë rrugën në këmbë, sepse doja vetëm që të ecja dhe të rria pak me veten time, të shtroja ato pyetje me veten time, të kisha një lloj dialogu me veten time. Dhe pavarësisht se unë besoj në Zot dhe besoj jashtëzakonisht shumë përderisa e trumpetoj atë gjatë gjithë kohës, unë nuk besoj në magji. Magjia është diçka që e krijon shpirti im dhe është diçka të cilën thjesht ti po e ndjeve mjaftueshëm të duket vërtet si magji. Ndoshta ka njerëz që mund të jenë shumë të ligë dhe ti përdorin ndjesitë e tyre për të bërë keq, por unë mendoj se magjia më e fuqishme është ajo e besimit të palëkundur në Zot. Dhe unë kam thënë një pyetje, unë sfidova Zotin, të them të drejtën. Unë thash, nëse ka Zot, unë dua një përqafim nga një person i caktuar. Dhe pa u bërë 24 orë, madje ishte edhe 4 orë për të bërë 24 orë shi plot. Unë marrë një telefonat dhe vetëm 10 minuta më vonë, unë jam në përqafimin e këtij personi që unë dëshiroja. Dhe kjo ishte Zoti duke më thënë, si mendon tani, ka Zot apo s'ka Zot? Të pëlqen? Si duket? Dhe më duhet ta them që jo vetëm që më dha këtë, por më dha shumë më shumë. Më dha vërtet shumë më shumë edhe ka Zot, lutjuni Zotit, pyetini Zotin brenda jush, sepse do të merrni përgjigjet më të mrekullueshme, do të kaloni trauma të jashtëzakonshme duke punuar me veten tuaj, duke e studiuar psikologjinë tuaj, duke shtruar pyetjet e duhura dhe duke marrë përgjigje të mrekullueshme për secilën prej tyre. Miqtë e mi të mrekullueshëm, përpara se të nisim meditimin, dua që fillimisht të praktikoni vetpranim, të pranoni veten tuaj eksaktësisht ashtu siç është, pas një lloj paragjykimi. Dua që të pranoni vetë mëshirë, nëse mund ta quaj kështu. Tregoni të dëmshur, tregoni të mëshirueshëm me veten tuaj, sepse nëse nuk ja jepni vetes tuaj, nuk jeni në radhë parë të mundur për t'ia dhënë askujt tjetër. Jeni të duruar me veten tuaj. Jepni shumë durim. Jepni durim, bëni pyetje, krijoni dialogun me veten tuaj, jepini kohë vetes, duke shmangur ndoshta multitasking, duke shmangur ndoshta punën e jashtëzakonshme, jepini mundësi për të ulur 5 minuta për të medituar, sepse vetëm gjatë meditimit, vetëm duke shpenzuar kohë me veten dhe me Zotin brenda jush, do keni mundësi vërtet që të reflektoni ashtu siç duhet për gjërat të cilat ju dëshironi të keni dhe më ndiqni për pyetjet të cilat do t'ju ndjekin në këtë meditim, të cilat do t'ju shërbejnë në këtë meditim. Do përpiqem t'i lexoj ngadalë në mënyrë që edhe ju të keni mundësi që të reagoni, të shplodni të gjithë muskujt, të relaksojni dhe të filloni që të bëni këto pyetje me veten tuaj, pikërisht tani. Si mendon se të shohin njerëzit? Si do t'ja përshkruaje veten tënde një personi që nuk të njeh? Si të bën kjo të ndihesh? Cilat janë sjelljet më të këqija që një njeri ka sipas jush? A ka pasur ndonjë moment kur ju i keni bërë këtë sjellje? Çfarë të bën ty paragjykues ndaj të tjerëve? Cila është një gjë që ti nuk e toleron dot? Nga cilat kujtime ty të vjen turp nga vetja? A keni zili? Dhe pse?
Nëse do t'i shkruanit një letër personit që ju ka lënduar më shumë në këtë jetë dhe do t'i thoshnit çdo gjë, cila do t'ishte ajo gjë që ju do t'i thonit? Çfarë të frikson më së shumti? Cilat janë disa nga mënyrat që mund të ekspozojnë ty kundrejt kësaj frike, por në mënyrë shumë të kujdesshme, pra që të bëjnë ty të përballesh sa më ngadalë me këtë frikë, ose pak nga pak, ose hap pas hapi. Cilat emocione zakonisht sjellin personin tënd më të keq brenda teje? Dhe pse mendoni se ndodh kjo? Cila është hera e fundit kur ju e keni vetë sabotuar veten tuaj, pra keni besuar deri një farë pike dhe vjen momenti kur thjesht i thua le të ikin prapa diellit të gjitha këto, sepse unë e di që kjo s'është e vërtetë. Çfarë po ndjeje në ato momente? Çfarë mendon se të nxiti që të kishe këtë lloj sjellje? Çfarë mendon se të nxiti ty që të vetë sabotoje veten tënde, të humbje besimin në gjithë punën që kishe bërë? Cilat miqësi të bëjnë të ndihesh mirë me veten, të bëjnë të ndihesh e sigurt? Cilat janë disa nga marrëdhëniet që ti ke, që ti e di shumë mirë që nuk të shërbejnë më? Cila është një gjë që ti do doje që njerëzit ta kuptonin për ty? Dhe ti mos kishe nevojë ta shprehje me shumë fjalë, por thjesht njerëzit ta kuptonin që ti je njeri shumë i drejtë, ta kuptonin që ti je njeri shumë i mirë, ta kuptonin që ti je njeri naiv, ta kuptonin që ti je shumë e mirë për të bërë keq, ose shumë e ëmbël. Cilat janë disa nga gënjeshtrat që ti ja ke thënë vetes tënde më përpara, ose edhe dje, ose edhe sot në mëngjes? Cili është kujtimi yt më i shëmtuar nga fëmijëria? Cili është karakteri ose ajo pjesë e karakterit tënd që ka krijuar mënyrën tënde më të keqe për të përballuar situatën, nisur nga kujtimet e fëmijërisë? Sepse kujtimet e fëmijërisë na ndikojnë shumë për cila është ajo, çfarë të ka bërë ty që vërtet të kuptosh se ti po reagon keq për shkak të kësaj. Cilat janë disa nga pjesët më të mira të karakterit të prindërve të tu? Po ato më të këqijat. Si ndihesh ti kur ndodh drama? Çfarë të bën të vetëdijshme? Çfarë të bën që ti të kthesh në realitet edhe të mendosh për gjërat që duhet mendosh? Çfarë të bën të mendosh se ndihesh e pasigurt, se e friksuar? A keni ndonjë person ndaj të cilin po mbani inat aktualisht? Pse mendon se nuk po e lë këtë inat që të shkojë? Kush është personi që ju ka zhgënjyer më shumë në jetën tuaj? Çfarë është një pjesë e karakterit tënd që të bën ty të jesh
më e vlerësuara ndër gjithë njerëzit që ti njeh, ose që njerëzit e vlerësojnë shumë tek ty. Përshkruaj një pjesë të karakterit që ti e di që njerëzit e tjerë kanë dhe të doje që ta kishe edhe ti. Pse mendon se ti nuk e zotëron këtë pjesë të karakterit? Çfarë të pengon? Cilat janë vlerat e tua thelbësore si njeri? Ato që të bëjnë ty. Pse janë të rëndësishme këto vlera thelbësore për ty? Cilat janë vlerat thelbësore të prindërve të tu ose të kujdestarëve të tu, persona që janë kujdesur për ty kur ti ishe fëmijë? Si ndryshojnë vlerat e tua thelbësore nga vlerat thelbësore të këtyre personave që janë kujdesur për ty kur ishin fëmijë? Apo kanë ndikuar kaq shumë sa ti ke marrë dhe je një si ata në miniaturë ose në një version të ri? Cili ka qenë momenti në jetën tënde kur ti e treguar kaq i dhunshëm, nëse mund ta quaj kështu, me veten tuaj? Kur ju jeni treguar krejtësisht të rrep me veten tuaj? Dhe pse? Si e konsideron ti dështimin? Si e mendon dështimin në jetën tënde? Çfarë ndjen kur ti dështon? Çfarë ndjen kur ti e kupton që diçka ka dështuar? A keni frikë nga dështimi? Dhe nëse keni frikë, pse është kjo? Çfarë bën me kohën tënde kur ti je i mërzitur? Çfarë bën me kohën tënde kur ti do të shijosh momentin tënd të lirë? A ka emocione të cilat ti përpiqesh që ti anashkalosh, ti largosh? Dhe pse? Këto ishin disa nga pyetjet të cilat shpresoj vërtet t'ju fusin në një meditim vërtet të thellë. Dua që të ndaloni videon dhe të mendoni për secilën prej tyre. Ndoshta mbani afër ditarin tuaj. Niseni me këto pyetje. Ndoshta mund të shtoni gjatë rrugës. Në lidhje me një traumë të caktuar, pse ndihesh kështu? Pse më vjen mua ky emocion? Dhe mund të shkruash emocionin që të vjen. Pse më vjen mua kjo ndjesi, dhe mund të shkruash ndjesinë që të vjen. Pse unë sillem, reagoj në këtë mënyrë kundrejt kësaj gjëje? Dhe shkruaj të gjitha. Shkruaj në mënyrë që ti të bësh një analizë të qartë të asaj çfarë ti je. Në mënyrë që të kuptosh se si ti e percepton jetën tënde dhe se çfarë ti mund të bësh për të përballur me traumat e tua dhe për të ecur përpara. Për të kuptuar që të thuash njerëzve se i do shumë, nuk ka pse të jetë diçka që njerëzit e tjerë do ta marrin për dobësi. Të thuash njerëzve që i do shumë është diçka vërtet e mrekullueshme dhe të bën edhe ty të ndihesh më mirë. Të bën edhe ty të ndihesh sikur ti jo vetëm që i vlerëson këta njerëz që ke në jetën tënde, por ato që ti ua ke thënë me vepra, sepse me fjalë ti nuk mundesh, e di që do të vlerësohen vërtet në mënyrë më të mirë të mundshme.